Thellohet edhe më shumë skandali i televizionit të Arçile Gores. Gazeta Shqiptarja.com zbardh fakte të reja abuzimi të televizionit Adrianet në pronësi të ish drejtorit të postës. Gazeta bën të ditër se Arçile Gorea ka shkelur haptazi legjislacionin shqiptar për sigurimet shoqërore, pasi asnjë nga punonjësit e tij të televizionit Adrianet nuk ka përfituar pagesat e kësaj takse, pavarësisht se është mbajtur nga paga mujore, duke i mashtruar kështu punonjësit e tij. Veç kësaj, bëhet me dije se pavarësisht se i ka mbajtur punonjësit në punë jashtë çdo aspekti ligjor, Arçile Gorea ka vijuar duke mos i paguar ato për punën që kanë kryer në atë televizion. Kjo situatë ka mbi 3 muaj që ka vijuar pa paguar, ku krahas pagës së mohuar, Gorea i ka mashtruar ata dhe duke mos i paguar as detyrimet për sigurimet shoqërore. Gazeta Shqiptarja.com botoi fillimisht lajmin se televizioni në pronësi të Arçile Gores, një nga njerëzit më të afërt të Berishës, e kishte kthyer median e tij në organ të Partisë Demokratike, pasi që prej disa ditësh ka futur në transmetimin e televizionit të tij edhe disa njoftime për sa i përket antarësimeve në Partinë Demokratike.